Këngëtari i njohur Butrin Timeri ka fituar zemrat e mira ndjekësve, jo vetëm për muzikën e tij, edhe për faktin që ai është shumë ndryshe nga këngëtarët e tjerë. Edhe pse ai gjithmonë ka refuzuar që të publikojë në rrjetet sociale ndihmën që jep për njerëzit në nevojë, shumë qytetarë nga Kosova në vështirësi ekonomike janë shprehur se këngëtari i ka ndihmuar ato dhe ai nuk ka planuar asnjëherë të bëjë publike këtë ndihmë. Çdo njeri që këngëtari ka shkuar për ta ndihmuar i ka thënë, mos më falendero mua, por Zotin për çdo gjë. Kjo tregon një karakter të jashtëzakonshëm të tij. Standardin e lartë të jetës, Butrin Timeri nuk e ka vetëm nga puna e tij si këngëtar, por edhe nga babai, i cili ka një rrjet hotelesh dhe njerë si biznesmen i suksesshëm. Por sot familja i Meri është në zi dhe po kalon momente të vështira. Këngëtari ka bërë të ditur se gjyshja e tij është ndar nga jeta, duke ndarë me ndjekësit një mesazh prekës në rrjetet sociale. Përmes një fotografie të publikuar në Insta Story, Butrinti shprehu dhimbjen për humbjen e një prej njerëzve më të dashur të familjes së tij. Ai e kujtoi gjyshen si një grua plot dashuri, mirësi dhe ngrohtësi, e cila kaloi gjurmë të pashlyeshme në jetën e të afërmve të saj. Në fjalën e tij emocionuese, Butrinti falenderoi gjyshen për kujtimet dhe momentet e çmuara që ato kanë kaluar së bashku, duke theksuar se megjithse ajo nuk është më fizikisht pranë tyre, ajo do të mbetet gjithmonë në zemrat e kujtimet e familjes. Nipi i kushton gjyshes një lutje të ndjerë, duke i uruar paqe të përjetshme dhe mëshirë hyjnore. Shumë miq dhe kolegë kanë qenë pranë Butrin Timerit për t'i qëndruar pranë në këto momente kaq të vështira dhe dëshpëruese për të.